Nota mes datës 3 dhe 4 shkurt vitit 2000 përkujtohet jo vetëm nga unë, por nga gjithë qytetarët e Mitrovicës, përkatësisht e pjesë e okupuar të Mitrovicës, dihet si natë e tmerrit, sepse në prani të ushtrisë franceze dhe policisë së Olmikut, brenda në për shtëpi dhe banesat e tyre, janë pushkatu 10 shqiptarë, 6 femra dhe 6 moshkuj. Në mesin e tyre një fëmijë 13 vjeçar Nderim Mehmeti. Në prani të këtyre forcave që i përmenda më herët, apo të thojza paqërujtësve, u të bunë me dhunë nga banesat dhe shtëpit e tyre, pëthuj se të gjithë shqiptarë që jetonin në pjesën e okupuar të qytetit. Notën e tmerrit që ashtu e kom qujt me kohë atëherë në 2000-ën, nota e tmerrit jo vetëm këta 10 të pushkatuar, por kanë qenë edhe 25 të plagosur me armë zjarri, pa dallim moshe gjenie, të keqtrajtuar fizikisht në mënyrën më barbare 93 të tjerë, ku 2 prej tyre me 27, përkatësisht me 28 shkurt 2000 kanë vdekë në spitalin e Prishtinës. Të gjitha këtu janë bo, edhe herë po e cek, në prani të ushtrisë franceze dhe policisë së Olmikut. Të gjithë një pjesë e madhe këtyre shqiptarëve, atë natë kanë kërkuar ndihmë prej francezëve dhe prej policisë së Olmikut, ata vetëm kanë bërë se hirë, nuk ju kanë ofruar ndihmë. Kur e kanë kry kriminalët punën e tyre, kriminalët qetnik serbë, kur e kryjnë punën e tyre, atëherë i kanë morë të plagosurit, i kanë qu në spitalin e improvizuar Marakjen që ka qenë në lagjen Bajr të Mitrovicës. Ndërsa të pushkaturit, apo trupat e pajet të 10 shqiptarëve, i kanë bërë prej atje, i kanë pru në pjesën e okupuar, në pjesën tjetër nga pjesa e okupuar e qytetit, në pjesën tjetër të qytetit të Mitrovicës. Dihet sepse në Mitrovicë janë grumbulluar më njëherë pas lufte në vitin 1999, kur kanë hyrë forcat paqërujtëse në Kosovë, nga të gjitha qytetet e Kosovës, krejt ata kriminalë që kanë bërë krime mbi popullatën shqiptare, janë vendosur në Mitrovicë. Po të njëjtit, ai është edhe i pushkatuar nga vetë bashkë kriminalët e tina Oliver Ivanovici, ka qenë prisi, apo krye kriminali, ata vete kanë vrarë pa vonë, po ata ai ju ka pri dhe i kanë pushkatu brenda në përbanesa, por duhet me cekë se paraprakisht me 2 shkurt vitit 2000 kanë ardhur një pjesë e madhe e civilëve të armatosur sërbë në pjesën e okupuar të Mitrovicës, dhe e kanë bo evidentimin e banesave dhe shtëpive ku jetojnë shqiptarët. Pastaj, me 3 shkurt, vitit 2000, prej orës 21, kur ka fillu në mbrëmje masakrimi i shqiptarëve, ka zgjodhur deri në 4 të mëngjesit të datës 4 shkurtit. Në brenda kësaj kohe janë pushkatu, përkatësisht plagosur dhe keqjetuar fizikisht në mënyrën më barbare ata shqiptarë që nuk është vendosur drejtësi për të gjitha masakrat që janë mbi 400 masakra në mbarë Kosovën, anë mbanë, se jo për kjo, po kjo është më e lahtashmja, kjo është më e rëndësishmja, sepse është kry masakra në pranin e forcave të ashtu quajtura paqërujtëse, apo policisë së Olmikut dhe ushtrisë franceze. Në shkurt të vitit 2002, unë kom qenë edhe në Hagë si dëshmitar kundër satrapit të Ballkanit për krimet që i ka bo me ushtrinë dhe policinë dhe civilt e armatosur sërbë në Kosovë. Dhe të gjitha këtu janë prezentu edhe ato të mahershmet, se në Mitrovicë janë 12 masakra gjithsejt 98-99, po kjo është masakra e funit që ka ndodhur para syve të tyre që kanë ardhur si paqërujtës. Po asgjë më vonë, pas vitit 2000, 2002 në realitet, është akuzu krye kriminali Oliver Ivanovic
dhe është dënu me 9 vite burg. Pastaj është kthye nga apeli në rigjykim lëndë atina dhe është liruaj deri në gjykimin tjetër, po e vrajtën bashk veprimtarët, bashk kriminal e tina vetë, kështu që me të pa gjyku askush. Ka dhe të tjerë, kanë me emna mbjemna në konë, në gjëgjë. Deri me tani nuk ka asgjë në drejtim. Familjarët e viktimave jo vetëm këtyre të shkurtit, të 34 shkurtit vitit 2000, po edhe ato sepse para këtyre, sepse në Mitrovic gjithsej janë vrarë 544 shqiptarë pa dallim moshe, gjinie, në mesin të gjithë civil. Në mesin e tyre fëmijë, groshtat zona, pleq, plaka, pleq dhe plakat e paralizuar të shtrije në përshtete, edhe në përshkatu të gjithë kanë prit një kohë gjatë, për tani më i kanë humbur shpresat sepse askush, deri kur të vinë zgjedhjet, askush nuk i përmend. Ndërsa kur vinë zgjedhjet, fillojnë mi përmend aty këtu, po edhe ato shkarazi shkojnë edhe kalon kjo punë.